mos harro që ka arritur të mbajë dhe një lloj raporti politik për të personal me zotin Abdi Xhiku në LDK. Dhe shpeshherë është pa edhe dyshim të këtë raport, në sensin që përtejse është një lloj bashkëqeverisja me vetëvendosjen dhe fakti që vetëvendosja e mbështeti kandidaturën e saj për presidente, nuk është se preu me thikë raportet me LDK. Dëgjoni, pjesa më e mirë e LDK-s nuk i kanë raportet e mira me Vjosa Osmanin e para. Po janë disa klane, është një bazë klanore që funksionon brenda LDK-s. Janë disa klane, po ai klani më aktiv që ka qenë më kundër Osmanit edhe ka marrë parimin e vet. Nga 2021 është Hoti, Ikvete Bajrami, Arben Gashi e një pjesë tyne, të cilët realisht edhe janë kontribuesit edhe kanë pas ndër vite barrën kryesore të elektoralet për LDK, ndërkohë ata janë sot kundër Osmanit. Çka po shohim në media është vetëm Osmani Abdi Xhiku edhe klika e tyne, pra njerëz që janë lojal ndaj Kurtit, ndaj Osmanit dhe Abdi Xhikut. Kjo e para, e dyta, jo sa Osmani tash Abdi Xhiku nuk e kuptoi deri diku, sepse ai ka qenë dëshpërueshëm nga rezultati i 28 vjetorit. Tash ai naivisht, në dëshpërim total ku gjendet, ai ka besuar që vetëm ja ka me provu është edhe Vjosa Osmani. Jo të ka pas raportet mira me Osmanin kur ka qenë president, mos harrojmë 28 vjetorit si datës zgjedhjeve e ka kërkuar Albin Kurti. Ndërkohë Abdi Xhiku, Hamza, Ramush Haradinaj kanë kërkuar një javë përpara me zgjedhjet, por Vjosa Osmani ka bërë shërbim në fund Albin Kurtit. Pra që i vjen nuk ka pas fare relacione me LDK. Madje ka pas edhe përplasje, sa ka pas kritika nga eksponentë të rëndësishëm të LDK. Që i vjen kjo lëvizje dëshpëruese e hala më dëshpërues ka qenë rezultati për LDK. Na jemi këtu dhe flasim prapë. Pra që kjo është këtë fabula. Vjosa Osmani ku isha duke treguar, nuk ka nevojë musliman nga Albin Kurti. Ajo i pa 2 paraqitje televizive. Edhe skandaloze. Domethënë, ajo tregoi që nuk ka asnjë ide, asnjë projekt politik. Kret angazhimi i saj, sajt e inatit personal, pse Albin Kurti nuk e ka dhënë një mandat, ose nuk e ka mundsuar me qeverisë në presidencë edhe një mandat. Edhe operojnë me si terma moral, që mu ka pak mbesdisin, mu prej në bes. Dhe se ju e kuptoni Tiranë që ka i vjen mu prej në bes, edhe ju e keni atë pjesën e ju. Nuk ka politik bes. Tu ka marrëvesh, një projekt politike për bashkët, o krye në fondin e 2025 të fillimin e 26-s, edhe është çështje e kryme. Vjosa Osmani thjesht është një flusk sapuni, e cila për ma tepër vjen keq që kam ishgjenye edhe ata pak militant ose pak njerëz që e dën për një mele dhe ken me rezultatin e shtatëshorit. Kemi më konë këtu mbi 60%, maksimumi 3% rritje, LDK-ja me Osmanin ma nalt nuk shkon fare, s'ka në asnjë variant. Po i shojmë sondazhet, po i shojmë tubimet, nuk ka kurrëzhomati, ku gjo të rejtë, domethënë është retorike njet, inati i Vjosës, këtë personale Vjosa, del në për tubime, flet për Ibrahim Rugovën, brenda një fjalimi e përmend 27 herë Ibrahim Rugovën, edhe tash ti e marr vesh me çfarë politikani e kit bosh.